Edi dhe Eliona përfshihen në një debat të papritur, i cili nis fillimisht nga një koment i vogël, por shumë shpejt shndërrohet në një përplasje të vërtet mes tyre. Të dy qëndrojnë në mes të dhomës së ndenjas, ndërsa banorët e tjerë shikojnë me kurreshtje dhe pak tension. Edi, i acaruar nga mënyra si Eliona i është drejtuar, ngres zërin dhe i thot me një ton të prerë, mos më thuaj mua zëmër. Ne as nuk njihemi aq sa ta përdorësh këtë fjalë me mua. Si jemi shok, s'kemi ndonjë afërsi, ndaj mos e përdor më. Eliona mbetet e habitur për një moment, por pastaj përpiqet të sqarojë situatën. Ajo ngrit duart në shenjë qetësimi dhe i drejtohet Edit. Edi, prit pak. Nuk e thash me ndonjë qëllim. Unë e përdor zëmër për të gjithë, është thjesht mënyra ime e të folurit. Nuk doja të ofendoja as të krijoja përshtypje të gabuar. Edi tund kokën me pak nervozizëm, sikur nuk është bindur ende, po unë nuk e dua atë mënyrë me mua. Nuk është e përshtatshme. Më duket sikur po më afrohesh kot dhe nuk më pëlqen kur dikush më flet sikur jemi të afërt, kur në fakt s'jemi. Eliona, e cila mundohet të ruaj qetësinë, afrohet pak dhe shton, nuk ka asgjë të keqe, Edi. Nuk e përdor për të flirtuar apo për të krijuar afërsi. E them pa menduar, si shprehje të zakonshme. Nëse ty të bezdis, s'ka problem, nuk ta them më. Por mos e merr sikur unë po mundohem të krijoj diçka mes nesh. Nuk është ashtu. Debati vazhdon edhe për disa sekonda, me Edin që përpiqet të shpjegojë se nuk i pëlqejnë fjalët që krijojnë afërsi të rreme, ndërsa Eliona mundohet ta bindë se gjithçka ishte e paqëllimshme. Banorët e tjerë shikojnë nga larg, duke e ndjerë tensionin që qarkullon në ajër. Në fund, edhe pse të dy mbeten pak të mërzitur, bëhet e qartë se mosmarrëveshja buron nga keqkuptimi dhe mënyrat e ndryshme të komunikimit. Atmosfera mbetet e ngarkuar, por të dyja palët duken të gatshme ta lënë pas konfliktin, edhe pse nën sipërfaqe vlon ende pak nervozizëm.